Ndonë se mungonte një tabel informuese, pak ditë më parë, nisën punimet pranë urës së Dajlanit në Durrës dhe Adriane Televizion mësoi se bëhej fjalë për punime që kishin lidhje me vendosjen e një tombino për shmangjen e përmbytjeve në zonë. Lajmi i mirë ky për banorët dhe qindra biznese në plazhin e madh, të cilët sa herë ka reshje intensive shiu në shumë lagje përballen me fenomenin e përmbytjeve, por ajo që shihet në teren disa ditë pas nisjes së punimeve është se puna ka ngelur në mes. Në hyrje të urës së Dajlanit në afërsi të stacionit të autobusëve, një grop e madhe dhe disa tuba të mëdhenj janë treguesit e vetëm të punimeve. Mjetet që më parë ishin duke punuar tani mungojnë, por në hyrje të rrugës është hapur dhe një kanal. E gjithë kjo ka krijuar një situatë kaotike prej ditësh. Mjetet qarkullojnë me vështirësi. Ajo që ngelet nga pas është pluri që ngrihet në ajër. Zona e plazhit duhet të ishte gati me nisje të sezonit veror, por hyrja e urës së Dajlanit, aty ku në çdo ditë të ditës dhe natës qarkullojnë qindra mjete, ka këtë pamje. Edhe drejtuesit e këtyre mjeteve të rënda, të sporteve të aventurës, që po kalojnë në këtë pjesë të qytetit, përballen me këtë imazh që nuk ka asnjë lidhje me Durrësin. Me nisjen zyrtare të sezonit turistik, kjo pjesë e qytetit është kaotike dhe pyetja që ngrihet është se kur do të përfundojnë punimet e nisura.